Shqipëria nuk shitet për 30 aspra, ne edhe barë do të hamë edhe parimet nuk I shkelim. Qëndrimi historik I Enver Hoxhës në mbledhjen e 81 partive në Moskë për një kohë të gjatë u bë krenaria e komunistëve shqiptar, së paku me aq sa përzjodhi propaganda e kohës, nga qëndrimi I delegacionit shqiptar përballë Urshovit, u synua shtimi I radhëve në përballimin e vështirësive vetëm me forcat tona. Përtej këtij konteksti historik Agim Popa, njeriu që përktheu fjalën e Enver Hoxhës në sallën Gjovqeskaja, ka përjetuar nga afër të gjitha detajet e asaj përplasje që do të pasonte me divorcin e madh, pavarësisht atyre që u konsumohen për opinionin në atë periudhë. Në ditarin e tij fshihen mjaft nga historitë e patreguara të atij momenti historik e dramatik, jo vetëm të marrëdhënieve me Kremlinin, por për krejt zhvillimet politike që pasuan. Marrëdhëniet e shkëlqyera midis Shqipërisë dhe Ish-Bashkimit Sovjetik papritur filluan të ngrinin, që pas Kongresit të 20 të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, gjithçka më mbrapa u kristalizua pikërisht në konferencën e Partisë së Rrethit të Tiranës në vitin 1956, ku Shqipëria ishte ndoshta nga të vetmet që nuk mbështeti erëra demokratike të atij kongresi. Mbledhja e Bukureshtit, ku PPSH-ja u pozicionua fuqishëm në mbështetje të Partisë Komuniste të Kinës, duke kundërshtuar zyrtarisht Hrushchovin, krijoi gjendjen teje të vështirë mes dy vendeve komuniste që kishin filluar një përplasje të paprecedent. Vizita e Hrushchovit në Shqipëri në vitin 1959 ishte një paralajmërim për vetë udhëheqjen më të lartë të komunistëve të Shqipërisë, sa asaj kohe, për fatin që e priste shtetin në rast mos nënshtrimi ndaj vijes së përgjithshme komuniste të iniciuar nga Bashkimi Sovjetik, ndërkohë që atje u prezantuan edhe favoret që do të kishin në rast pozicionimi pro asaj vije. Të gjitha ngjarjet dhe përplasjet diplomatike mes palëve u finalizuan në mbledhjen e famshme të 81 partive komuniste e punëtore nga e gjithë bota, ku Enver Hoxha jo vetëm me ashpërsinë që kishte treguar deri atëherë, por me një kokëfortësi të çuditshme paraqiti oponencën e partisë që drejtonte para të gjitha vendeve që pothuajse ishin në të njëjtën koherencë politike. Kjo do të bënte që nga ai moment të priste lumë sharjesh dhe goditjesh deri në diskreditime, që nga ajo mbledhje filloi distancimi I menjëhershëm mes dy politikave tona, gjë që u konkretizua në mënyrën e menjëhershme dhe në ekonomi. Të gjitha kontratat e nënshkruara me supershtetin sovjetik u ndërpren absolutisht, ndërkohë që u kthyen menjëherë edhe 1500 studentët që ishin vendosur në akademitë sovjetike. Në fakt, unë nuk kam qenë pjesë e delegacionit zyrtar të partisë, por kam shkuar me të për të ndjekur punimet e mbledhjes së 81 partive komuniste, I ngarkuar nga sekretariati I Komitetit Qendror. Pjesëmarrja e Shqipërisë në atë kuvend historik ka qenë një nga momentet më të vështira që kishte përjetuar së paku deri në atë periudhë udhëheqja e lartë e Partisë së Punës. Deri në çastin e nisjes për në Moskë kishin bërë me 10 takime, konsulta e mbledhje të ndryshme me funksionarët më të lartë të Komitetit Qendror. Ishte një situatë që ndiqej e menaxhoi si rrallë ndonjëherë drejt për drejt nga Enver Hoxha. Delegacioni kryesohej nga Enver Hoxha dhe në të bënin pjesë Mehmet Sheu, Hysni Kapo dhe Ramiz Alia, ndërkaq bashkë me të shkoi në Moskë një grup këshilltarësh, përkthyesisht dhe personeli I shërbimit dhe sigurisë. Unë bëja pjesë në grupin e punës që merrej me përkthimin e materialeve, në të cilin bënte pjesë edhe Foto Çami e Frederik Gjerazi, po kështu bashkë me ne ishin dhe dy këshilltarët e Komitetit Qendror, Mufit Mushi e Haxhi Kroi. Gjatë gjithë kohës të gjithë qëndruan për delegacionin dhe vazhdimisht, sidomos në pushime midis seancave, mblidheshin me diskutonin bashkërisht për të papriturat nga zhvillimet e mbledhjes dhe debateve që konsumoheshin në të. Në Moskë arritëm në 4 nëntor të vitit 60, pra disa ditë para zhvillimit të mbledhjes, ishte parashikuar që të merrnin pjesë në festimet që do të bëheshin në datën 7 nëntor aty, me rastin e ditës së revolucionit proletar. Përgjithsisht deri ditën e ceremonive festive, nuk konstatuam ndonjë reagim të veçantë të palës sovjetike. Gjërat rrodhen normalisht dhe jona e festës me sa dukej kishte fashitur diferencat që ishin shfaqur deri atëherë midis dy partive tona, sidoqoftë kjo gjendje nuk do të vazhdonte gjatë. Për delegacionin shqiptar ishte rezervuar një vilë veçantë në Kodrat Lenin, në periferi të Moskës, që ditën e parë të 4 pjesëtarët e tij u vendosën aty, ndërkaq ne të tjerët që bënin pjesë në grupin ndihmës u sistemuam në ambasadën tonë në Moskë. Po delegacioni ynë nuk do qëndronte gjatë në vilën rezidenciale, sa filluan përplasjet e para në mbledhjen e partive komuniste, Enveri urdhëroi transferimin e tij në godinën e ambasadës tonë. Situata e ndezur dhe debatat shqiptare sovjetike në sallë e bën Enverin të mos ndjej sigurt në vilën që I kishte rezervuar Hrushchovi. Gjithsesi, edhe në ambasadë flitej se ndiheshim të rrezikuar. Vetë Enveri në disa raste natërisht vëmendjen për të qenë syçelët. Mbaj mend që kur hapnim materialet e diskutonim në mbrëmje për zhvillimet e mbledhjes, ai na I bënte me shenjë për t'i mbuluar gjithnjë, I bindur se godina ishte e pajisur me kamera të fshehta dhe përgjues të ndryshëm.
e vetme mënyrë komunikimi na mbeti dialogu me shkrim midis njëri tjetrit. Pra atë që duhet ta thoshim, e shkruanim në një letër dhe ja vinim para syve njëri tjetrit dhe me të njëjtën mënyrë merrnim dhe përgjigje. Ishim përgatitur që në Tiranë se do të ballafaqoheshim me të papritura të llojeve të ndryshme. Në fakt ato u shfaqën që në fillim të mbledhjes, me vendin e rezervuar për delegacionin tonë në krah të podiumit, ku do të flisnin diskutantët, të cilët do tundin gishtin mbi kokën e Enverit, sa herë do binte fjala për marrëdhëniet me partinë tonë. Ideja e organizatorëve ishte për të vënë në pozitë tunduese liderët shqiptarë që deri në atë kohë ishin shfaqur të pabindur. Në fakt, deri në momentin kur do fliste Enveri, kritika ndaj delegacionit shqiptar ishin të zakonshme e për çështje të parëndësishme. Rebeshi filloi pas diskutimit të tij. Reagimi i parë në sallën e mbledhjes së 81 partive u ndjen në datën 13 kur diskutoi përfaqësuesi i Partisë Komuniste Kineze. Sidoqoftë gjërat nuk shkuan në kufit kritik, situata u acaruan më datën 16 kur foli Enveri. Të gjithë fjalën e tij unë dhe Frederik Gjerazi e ndoqëm nga kabina e përkthimit. Enveri fliste në shqip dhe ne e kumtonim për sallën në rusisht. Prej aty ndiqnim reagimin e sallës. Ishte një situatë që pritej, që kur drejtuesi i seancës bëri prezantimin, tani fjalën e merr kryetari i Partisë Komuniste Shqiptare, shoku Enver Hoxha, u dëgjuan në sallë për shpërimet e para. Sidoqoftë, Enveri që me sa duke e priste këtë filloi qet diskutimin e vet që e kishte përgatitur në Tiranë. Një herazi me të nisëm dhe ne duke komunikuar në rusisht me delegatët e pranishëm. Menjëherë sa mbaroi fjalën Enveri shkoi e ul në vendin e tij në sallë. Të njëjtën gjë bëra dhe unë me Ferdinand Gjerazin. Dolëm nga kabina e përkthimit dhe u vendosëm në kariget parapa delegacionit ton për të ndjekur rrjedhën e debateve. Tashmë në qendër të tyre ishin vendosur Enveri, një stui e vërtet sulmi nisi ndaj tij. Mbledhja e Moskës ishte një kuvend i para përgatitur, prej saj synoi sankcionimi i vijës antistaliniste. Kjo strategji ishte përpunuar e dirigjohej nga vet Nikita Hrushovi, i cili prej aty do të konkuronte një klim tjetër jo thjesht për Bashkimin Sovjetik, por për mbar vendet e demokracive popullore. Enver Hoxha dhe pjesa tjetër e liderëve shqiptarë kishin vlerësuar këtë më herët si devijim nga rruga e revolucionit dhe e marksizëm-leninizmit. Në thelb kjo ishte vija ku ndaheshin dy opsionet. Nga njëra anë, Hrushovi me satelitet e tij të ashtu quajtur në propagandën e kohës së revizionist, dhe në anën tjetër Enveri dhe një pakicë e liderëve të vendeve të tjera që nuk lëshonin pe nga rruga e Stalinit. Ishte kjo arsyeja që Hrushovi u vu në krye të reagimeve shpërfillse e denigruese ndaj Enverit. Gjestet e tij inkurajonin njëri pas tjetrit liderët vasal të cilët nuk i reshtën deri në fund fyerjet e sharjet në adresë të Enverit dhe Partisë së Punës së Shqipërisë. Pati shumë të tilla, por në mendje më kanë mbetur dy prej tyre. Një far Dolores Ibarruri, kryetarja e delegacionit të Partisë Komuniste të Spanjës, teksa u çua pa marrë leje nuk la gjë pa thënë për Enverin. Arriti deri aty sa deshi të vinte në lojë dhe pamjen fizike të tij, duke i thënë Dordolec. Pastaj e mori fjalën me një profil të shpërfytyruar, Vladaslav Gomulka, i Partisë Komuniste të Polonisë, i cili i kujtoi Enverit se ishim aty për çështje të mëdha dhe jo për dokra si ato të tijat. Gomulka me një zë të çierë mbylli reagimin e tij me shprehjen: "Ti Enver nuk fole si udhëheqës partie, por si rrugaç ordiner, si një Don Kishot që nuk e për të rregulluar kurrë."